Nuk ka marrë në drasën e vërtime të ligjit, as të imponoj juasit. Unë ka marrë doni të diskutojmë për opcionet mbas apo të. Qoftë si u doni një nuk duam, se ne do të përmojë projektin. Okej, e lëmë në fërë. Edhe jere, mos u visni kohën... Mos u visni mos u visni kohën tuaj drejtimen eficace e ma sponsor più efficace. Poi gente me cresce che spetta tua. Ma come non c'è të lutem shumë. Edhe një tjetër, këto që të në fund janë çështje, janë çështje korrigjimesh që bëhen për shpërsimit. Nëse ke rejtje për dokumentin që e kam kaq metra, edhe një, nuk ka nevojë për zgjidhje fare. Ai e këtu në përdosh apo jo tani? Se po më do shumë tani. Am do të dëgjosh. Se pas jo nuk do të fare me bullallë. Për çaj sekondë patjetër fitar, se në zëri. Për çka ardhi? Nëse ka ardhur ose ik ose sa për çka ka ardhur? Për çka ka ardhur? Nëse ka ardhur për të diskutuar me ne, Atëherë ose ik ne çroni ti. Edhe projekti vetë dorë ke projekti, ka çfarë po themi dorë ke projekti. Ora deri të mua bëhet të tërë vetë dorë ke projekti. Po të vërtetë se nisi ti me përtitje. Po ç'është kjo punë? Mos e nis me përtitje në botë. Po ne jemi atë. Ne mos kemi në një vjet të tërë. Ne mos i po presim ti. Ta bëjmë radhë se. Ne mos i po presim. Kemi security erdhe. Security taku, security na. Tash më bën kot. Është situatë me rituar. Ne shkon le të Vazhdoni me radhë. Tani, zoti kryeministër, kam që ta vazhdoj pak bisedën. Kam që pali ta vazhdoj pak bisedën. Merat, grupi Merat. Tani, do flas edhe një herë dhe nuk flas nëse duhet se ju nuk të njihni. Një sekondë. Ti bukuria. Prit. Edhe një herë dhe zbatëm. Nëse doni të bisedoni me mua, do respektoni radhën dhe linja po filloi krashëndimi me komunista edhe me Palestinën, unë e mbyll bisedën dhe ju me thuajën shtetin me vetën, por të dini ju të humbur se unë kam pas shumë. Unë kam marrë këtu që ju mos të dini të humbur. Dëgjoj çfarë po them. Unë kam marrë këtu që ju mos të dini të humbur. Po nuk dëgjuar çfarë them, atëherë ngatroheni me fjalët e juaja. Se unë thash shumë fillim që vlera e cila është përcaktuar nuk është e drejtë. E thash, tash i ngrihet ajo dhe ma tregon më prapë. Unë e thash vetë që në fillim unë vërtet e marrë. Nuk kam marrë të diskutoj projektin, fare. Kam marrë të diskutoj që vlera që ju është dhënë është e padrejtë. Durata, të lutem, durata me radhë. Durata, të flasin me radhë. Durata. Edhe një tjetër, mos e ndërprit se po e të shumë. Me radhë. O që se nuk ka prapë, unë e ndërprit bisedën, unë nuk kutardo, se pastaj qore e të pëse vërtet. Unë bërtas se zhutiki. Po deshet, unë e të ndërpafshit, mirupafshit dhe po iki, vazhdoni vetë. Po unë dua të bisedoj për shpronësimin, jo për... Nuk
aty në ato kanale që duhet edhe në bashkë. A nuk të përket ju, sikur po shkatëroni një qytet 2 vjeçare, sepse ne jemi në bazat e qytetit 2 vjeçare, ne jemi trashëgimia e qytetit, pra ne jemi historia e qytetit. Ne jemi nga Kalanat që 1920, këtë lagje e Durrësi, kjo lagje, për gjithë Durrësi ka pasur 5.000 banorë. Këto 5.000 banorë, unë mendoj se kjo shpekuar, kjo përsuar, se këto kanë pritur 250.000 banorë, që ka Durrësi që nuk ka lënë qëtë toke pa zatuar, kjo filluar nga Këneta dhe këto qytetarë dhe qytetarë kanë pritur me dignitet. Ashtu si ju, me shumë respekt dhe ju kërcoj jashtë mase ju kërcoj, si ju e një gjunë. Kryeministrës italiane, ky është një kërcim shumë festiv dhe shumë dignitos. Për ato qytetarë që ato kanë pritur atje, për ato 500.000 banorë që shteti italian i ka pranuar në gjyrë tyre, unë kërkoj nga ty që dhe ti ne po të një gjunë tani, se ne nuk seri ty, por ti ka respektor dhe të ndërson. Dhe mos ngullkëm të thuash që unë projektin do të bëj. Ka shumë mundësi të realizojmë projektin, pse mos ta bëjmë kanë thotë e tjera, pse mos ta bëjmë Durrësin si Dubrovniku, a lejohet të shkatërrohet Dubrovniku, a mund të hyjë të fikset bufa, a mund të shkatërrohet Kotovi. Pra, atëherë, ne kemi një propozimi jonë kush është ky. A ka mundësi të mullim siç mundem sot, siç mund të bëj palë të tjera, edhe ajo pala e Shkundës, arës e projektit, të vi, sepse këtu është shumë e thjeshtë, po bëjmë një studim, ne po bëjmë një studim, pra projekti në vetvete, pra projekta thonë veta dhe thëja, projekti në vetvete, parashikon të ruaj trashëgimi mbi 3.000 vjeçare të Durrësit si vendbanim i vazhdueshëm. Kjo do të thotë, nëse ne hikim si banorë në atë zonë, do të thotë s'ka më vendbanim u shkatëruar. Pra, pse mos ta ruajmë atë vendbanim, pse shtëpitë tona mos i bëjmë siç i doni ju, doni të heqim grilat, t'ja vjen kuqe, doni të heqim penxhere, t'ja vjen qile, ja vjen qile, doni të cilindroni, pra projekti le të vazhdojë, ne nuk themi projekti ky është gabim, aty ka disa ndërtesa që janë shkatëruara. Dhe kur kemi ardhur në 2021 këtu bashkë me kryetarën e institutit, e di që kemi kaluar aty me të drejtë kemi pasur ndërtesa që janë të shkatëruara dhe kanë nevojë për riparimin. Dhe ky ka qenë dhe uzimi i parë që ju keni dhënë, faktikisht, për të ndërhyrë atë zonë aty. Dhe keni bërë që vënë më fisnikë dhe gjë më të mirë, që ajo zonë faktikisht do parë, do restauruar, do rikualifikuar, duhet me i dhënë jetë, sepse është e shkatëruar. Po jo shkatërim, më vjen shumë keq se janë disa banesa që janë brenda vezës të amfiteatrit, ato kanë filluar qysh 1972. Dhe mos ka bëjë qysh 1972, shumë familje që kanë jetuar aty, shteti edhe kur ishin në tretonora, i të banesa po 100 metra larg, dhe këto banesa duhet për basit. Dhe i tha, qofse ishin një shtëpi me 2 dhoma, dhe kishte 2 djemë të martuar, njëri vjeçar, njëri rinde me prindër, 2 djemë të martuar, që kishin 2 dhoma, dhe ato dhoma ose ishin në pyrë ato damë dhe me qërqafëmes, edhe foshën me këture, ato bëjmë kalamo sot, apo të bëjmë t'i kalamo nesër, duke ndalë dhe dhomat, pra i dha me dignitet, i largon me dignitet, pra brenda rretës habitatit, por nuk kanë vënë dorë, dhe mund të mirë se ju keni publikuar disa foto shumë të mira, ku e tregoni tuksin e vjetër, pra publikuar të pra respekti ju e vlerësoni. Tani, bashkia, para ca kohë, ka bërë një instalacion ke Hotel Vogla. Ka bërë të gjithë qytetin e Durrësit. I gjithë qyteti i vjetër ndodhet aty. Të gjithë turistat që zbresin në autobusat, kalojnë po në atë rrugë. Unë kam bërë në atë zonë, aty kam bërë një investim, është investim i gjithë zonës. Pra nga torra deri në amfiteatër është investimi personal i familjes time. Pastrova torrën, që sot u pastrova me $7.000, e kam pastruar bravo. Hoqa gjithë buhera, e shtrova të gjithë turistat kalojnë në zonën time dhe shkojnë deri në amfiteatër. Nuk kam prekur asgjë. Shtëpia ime ka qenë shtëpia e kryetarit të bashkisë Nikola Tirana, në vitin 44 deri në vitin 47. Pse duhet ta shkatrojmë? Pas kemi bërë asgjë, ka qenë 2 kate në iniciativë, sot është 3 kate në iniciativë. Po propozimi i zonë, hajde ne prishim. Vazhdo, vej padron, prishim, ne përtosim doni, pa në zonë. Pse të zhdukim trashëgimi? Pse ta heqim trashëgimi?
Ajo vlerat atyta, që ato ndërtesa, që ato shpik janë, në qoftë se, shkatorojmë ato shpik aty, çfarë do thotë kurriz qytetit, çfarë kurriz qytetit. Pra ne u zhduk qytetin e Bikosit. Pra ne nuk ne ka zhdukur këmbën internetet, aty kemi ngritur, aty kemi lindur, aty kemi vdekur. Kjo është historia jote. Pra nuk jemi në rrezet e antikave. Mos i ngatrojmë. Por unë besoj se po të hyni ju kësaj pune, është e sigur fare që e realizon. Është e sigur fare. Ju në mëndet tuja, mëndet tënde tjeti një hard disk me 2000 gigabajt. Dhe i shumizohet sa të marrë mëndë gjithë shka dhe çdo centimetër të qytetit ku do t'i shkuar. Pra shfitoj e dusin, respektoj familje tona, mos ne respektoj dhe që gjyshin të bëllë, që të shirë, që ati kapë në prisa lepa të vishti tona. Atë të nga ne, ajo makina ati gjyshi katë, ati kërë, që të përmi të ime. Po duhet të eshen, po për çfarë në eshen të sojgjina? Për çfarë ta shenë? Hajde ta breksën, se të bëhem, ne dekë, ne nuk du dekë, nuk du mas dekë. Asnjëri ne duan të vinë ato, prona aty du, vdekësin aty du, aty nga do galamaj. Mendimi im është që ne nuk jemi, e kemi qenë shpesh që nuk jemi kundër projektit. Pra kundër projektit do të thotë kundra shëmbësh, por jo kundra riparimeve, shërbimeve, restorat. Çfarë doni ju? Ju ngeni masat dhe ne pranojmë dhe ne ngrenë dorë. Pra na ishte kjo dhe ajo dhe hyrje pa artikullon, sepse ne krejë që i shkurt, dhe që i qëroni të shumë kërështë. Ne të konsiderojmë më të mirë në të histori, ojë ca glasë të gjera, të dajnë nga afrotë. Mendoj e këtë punë. Mendoj se unë si qytetar seriozisht, nga të janë dhe investitore se zonë aty, unë besoj se nëse ju do ta shikoni me rigorositet këtë punë, po të bëni ca riparime dhe po të bëni ca shërbime atje, unë them që të dalë me një lagja më e bukur. Asaj sot i thonë, pa pjesës time, i thonë që është lagja më e bukur e duhur sepse është lagja finale, kryetarit dhe çdo një tjetër e këtu. Por unë them se po ndërhyni ju keni për të bërë aty një gjë fantastike. Kam shumë besim, do të thënë ke iniciativa jote. Por në largoj që i ka të shprejë, një që do të shkatroj se shkatroj milimetrë. Në këtë meruar. Menoj e u punë. Nuk ka që dhe shkatroj, ka shumë për projekti. Por, që se do t'i vim historisë, do t'i vim bisedët në histori. Edhe do themi kush ka qenë përpara aty. Atëherë do t'i bëjmë pyetjen vetes përpara se sa të vërtetëshin këto në 20-ën, 30-ën. Ka qenë aty zona historike ka qenë. Pra, unë nuk bëhet fjalë për të prish shtëpi të vjetra, edhe për të bërë një stabil. Këtu bëhet fjalë për të hapur më shumë atë që është nën këto, që është rreth tyre. Kjo është gjëja, se nuk është se po bëjmë një shpronësim për të bërë një stadium, po bëjmë një shpronësim eksaktësisht për një në arsye që aty të krijohet, se dhe aty po shenën një shpirë. Aty po shëndën një pjesë për të krijuar pikërisht atë gjën që do të ishte në zonë tonë të zemë gjitha. Nuk hym të amfiteatri. Zonë ju falë që unë dhe hoteli, po themi unë, sigur dhe hoteli, ne jemi 250 metra herë amfiteatri. Jeni brenda mundit të vjetër, që është heli. është mundi me të si kriteri vjetër. Dhe atë mur, zotë kryeministër e kanë ndërtuar atë mur, aty e kanë ndërtuar ato stërgjyshit tonë. Ne kemi ndërtuar xhamin, ne kemi ndërtuar, pra jemi ne në një qytet, pse do na përzonë? Pse do na largosh? Nuk do na përzonë se sot të çështë çan mohedi që ne duam të përzojë në qytet, të mohedi që është si nuk thuhet kjo e. S'është fare këtu qëllimi çështë për unë duhet të përzëlluve, si dashon të përzëlluve, se kjo është pra, projekti ju e kuptoni shumë mirë se për çfarë bëhet projekti.
dhe cili është qëllimi i projektit. Nuk është fare qëllimi që hajde të heqë njerëzit aty, por është qëllimi që hajde të nxjerrim në pak histori 3000 vjeçare të këtij qyteti. Por ne po ju themi që është bërë me gabime, zoti kryeministër. Është bërë me gabime, zoti kryeministër, pse nuk e pranoni? Po është bërë me gabime, s'ka lidhje me komunizmin kjo. Unë e bëra me objektin tim, po gjithë të tjerat janë bërë me gabime. Po normal, edhe komunizmi mund t'jetë në mes, e fusim dhe ato në mes. Po e fusim dhe ato në mes. Por në qoftë se ajo që them unë është e vërtet, pak rëndësi ka justifikimet që jepni ju. Në qoftë se projekti është bërë gabim, zoti kryeministër, pse nuk e pranoni që ta rishikoni? Kjo është kërkesa jonë. Janë bërë gafa të rënda në projekt. E kemi diskutuar me ADF-n. Kur ja kemi thënë atyre të ADF-s, kanë thënë jeni gati ta pranojmë korrigjimin. Pse nuk e pranoni korrigjimin e projektit? Kjo është e gjitha. Zonja Kazazi e ka në këtë zonën këtej. Dhe ti amfiteatri nuk është excuse, nuk është justifikim. Okej. Nëse do flasim për projektin, flasim për tërësinë, nuk flasim do të... Për tërësinë po flasim dhe ne. Një sekond, të lutem shumë. Nëse rezultati i korrigjimit është mos prishja së shtëpi... Jo, nuk është ashtu. Jo, ne s'po kërkojmë këtë. Atëherë rezultati është mos bëhet projekt. Jo, atëherë këtu jemi keq kuptuar. Më lë të sqaroj. Jo, më lë të sqaroj zoti kryeministër. Jemi keq kuptuar pikërisht këtu. Korrigjimi nuk do të thotë mos prishni asgjë. Por të korrigjimi me detyrën që ka projekti ama, me detyrën që ka projekti të bëhen punët ashtu si është për të bërë. Më normal. Që i merren dhe trojet, po. Jo, i merren trojet, se kemi dhe një kategori tjetër. Po si kur një t'jem, unë kam të drejtën e Perëndis ta kërkoj pronën time. Jo që ne nuk jemi një, tu ke 31 përfaqësues. Të fokusohemi tek dalja, mos ngemi brenda murit. Se po ngemi brenda murit, nuk do gjejmë dot një zgjidhje oportune që jetë një zgjidhje se në qoftë të thuaj që jo mos prishën dot. Atëherë do prishën tash. Po normal, po rishikoheni po ju themi. Rishikoheni po themi. A ka mundësi të diskutojmë për ata që do prishën? Po, unë jam një ndër ato. Që pse është bërë gabim projekti në rastin tim. Po ta vërtetoj unë më zotni gabimin. Mbi detyrën që ka pasur projekti, zotri. Mbi detyrën e projektimit që ka pasur projekti juaj është bërë gabim. Pse i mban gabimin e tyre? E Amirianas duhet ta mbaj me vete gabimin. Kemi qenë aty dhe ka thënë po kam bërë gabim. Pse nuk korrigjoni? Këtë nuk arrim ta kuptojmë. Nuk është shtesë e dashur. Po edhe shtëpia që prishën, po. Po sepse ai është rast flagrant që tregon se sa projekti është i shkelur. Po shpërndësimin ti e di shumë mirë që ligji t'i jep mundësi ta rikuperosh pronën. Jo, nuk ta jep. Për çfarë? Për të marrë lekët. Po jo më e dashur se nuk duhet prishet. Ajo mund të ketë me vlera të forta për qytetin, se duhet ta prishësh ti e ta shpronsosh. Po nuk ka vlera paraja në një objekt që ka vlera arkitektonike dhe arkeologjike. E ke Isuf Mehmetin këtu, që është muri. Po normal, dëgjoj të gjithë janë këto histori. Në rregull pra, në rregull. Unë po jap në rregull, jemi shumë dakord. Po. Maja. Famiglia Cazzoni, Maria Cazzoni, non ti io legalo. Jam nuk të lek, unë të shpime nga pide qesa. Jam unë shpipi, jemi në lu, unë që me shpjeso, jam dakord me projekti. Jam dakord, se të qemë, një shpime qesa. Mbaroj, Baja, mbaroj. Kjo është që shpia, nuk
U krym. Ne të shpia. Dhe prande, në klasë u shqip. Ne mi familje ma e vjetër në duke. Jo, për të jemi këtu, unë për të dama. Shumë përmënej që në njëra. Në marotën. Problemi është këtu. Unë e të shumë një gjithë stres. Problemi është të bëjmë zgjidhje dhe tura dhe të fillu nga kjo pjesë. Pra 18 milion e vjetra nuk janë zgjidhje dhe prandaj thash. Duhet t'ju japim disa opsione dhe zgjidhje vetë. Doktor, një sekundë. O veja e pa morën vesh vaj vesh. Vaj e morën vesh, mjaft tash. Po. Vaj e morën vesh, ti jetë amfiteatri, e ke ditë me kohë që do ikësh. E ka ditë ajo me kohë që i ka marrë dhe lekët ajo. Po, zotëri, po, ma bëj. Po, ma bëj. Shpia më prishet dhe mua, mërë zotni. Jo, mërë zotni, prishet shpia ime, mërë zotni, prishet shpia ime. Po qatë lej bollë, more. Po jo më pësë flasë, ajo e ka ditë që do shpërënsot. Vaje ti e ke ditë, tash i mos fol lej tjerët. Po lëre moj të flasin tjerët, po te. Mere fjallë, ti fjallë, se morë. Fike mikrofonin e vajës. I suf, fikja mikrofonin, asaj fikja. Ashtu dhe fol ti tash. Një se erë, pa në s'kjeti jemi, e të këmë shkjeri më shumë dhe të shfarë. Jeti mesi të agrarë, nuk e katare, nuk e haru për nasë. është edhe një ka shpia ka lartë, ka edhe nga logistja, ka edhe nga rruga. E shi, nuk nga dhe një to që ka shërë shpia të aty, i ka nuk shpia të të. Një marrë ka këtë dursi të një të më të në malë. Nuk e kam të A ka këtë dursi për të shqipë? O të shi, i lukti ma qenë shpia dhe nusë të gjopë. Do shpia që janë konceptat, shpia që janë konceptatu, do rritë shpia se duhet se s'ka qa qep turisti, qa qëtë. Ma gjenë to që i mani ka gjenë to. Që ka zbulu antiteatrin. Ka zbulu antiteatrin i parë. Shpia që janë këtu e zona antiteatrit, po i kam për qenë dhe të jo, 4 metra shumë nga këtu, nga këtu 4 është atje, knazë atje, është zbulu antiteatrit. Aty ku të kaluin galinit, ma e nga ta, ato shetë. Jo, edhe nga ta, dojnë konstruksion. Asë një nuk e kam da më shkim, ashtë si da kje, që 892, është e rëpia, asë, se, unë, edhe të me unë nuk du shkim, unë të të kam të një fëmija shkim, ka veka në marë, 2 kamerë, O baj, rita shima më fikja asaj, më fikja asaj. Fol në emër tënd, dashur. Fol në emrin tënd, zemër. Fol në emrin tënd. Fol në emrin tënd, dashur. Po jo pra, po që amarove, po mirë të amarove, e të në kuferës. Vazhdo Isuf, ndize fillo. Fillo Isuf. Tënden, more tënden. Hajde fillo. Fillo fol. Jo, fillo fol ti, ke tjera dhe. Ja ta marroj. Edhe kam dhe një fija të shpi, 3, 2 kam ati, nuk gjetën dhe shpi. Me non me sotare të 2 kërë. Lejta që në sotare dhe në shpi të shpi. Edhe të shpi, lasit e mija i, unë kam në rëndzje, kam në përpërë, dhe a nosh që nuk kanë që ditën,
ishte shtje, do të ishte shtje. Unë nuk e që, unë e di. Një leja shqiptota, shqiptota që ka të lullë. Unë du ajde, unë nuk shpjete. O fillore, Rito të shpjete. Nuk kam, që do e prishën, nuk prishin me i punë. A ty a për me 50 metra, është do të një një. 50 metra në të pani, po duhet të okej. Po pse, që do shkoj të punë kene? A te që drunë do të bojë, te që drunë do të bojë. Po te që ti bojë vetë, planin atje, Tirmose vetë, po te që vetë të tje po në të bojë. Asë një tje bojë. Po e bojë në të rapra, kërështë shpira dhe që bojë. Alo, po e bojë, shkëpej të gjithësoj e t'i në bojë. Unë do rime ty po s'kejdo me qabër atje për jashtë. Dojde, u t'i projekti veta, se je ajë që stasa me i bojë të gjithë. E ke marrë në që bojë. Shumë Yusuf Idrisi, kam një nga Shqipëria që në ndërë të njëshë. Për jetë më të mirë për shqipë. Kisha fëmi të vetë. Dhe usimet e mirë e dhe të më të. Shqipëri. Mbaja të ku jetë. Gjithë me shpikime është palatit e hojnë me të poshtë. Edhe uri të nërtuar. Gjithë. Dhe më kushtë. Palatit e shëri për meti e dëmtojë një ashtë mase e rritërtuan parë shpistimi. Vjetë palatit. E rritërtuan. E dëmtojë për meti. E dëmtojë thashtë. Po, e dëmtojë. Edhe ju. Unë e kuptoj fare. Unë e kuptoj kur thot ai që ka qenë dyshje tani edhe për atë që nuk kërkon të Unë po kërkoj tek. Shite të shkine vretu, unë dhake balkoni, jam dorë. tash ti ka Te ka deri Koranit. Ai unë jam vetëm për këte që të rishikojt për e. jo ti do tash çfarë? Unë du që të Ti do rishikojt të rrymë atë shtëpinë që ke bërë. Jo këtu. Po pra jo. Rikonsi. Po ajo, ti do të rrymë atë. Po nëse do bëjmë, tani unë e kuptoj kur thot ai që shikoj se tu se kam Po nuk kam për arkeologjia fare. Janë të arkeologjikë. Jo, e vetë një gjë. E vetë një gjë. Një sekundë. E vetë një gjë që për një përtere se duhet të pranoj se nuk kam vi flas që ty me menin time, dalë me menin time, se kur dikush ma thot diçka që më bën në sens, filloj të menoj. Pra, unë e kuptoj atë zotnin atje, edhe të zotnin tu, kur thot për jo dhaj minut se tu është shtëpia ka që në sakë, se kur është shtëpia vetë. Që në vitin 1. Po lejë nishin. Fali sekund. Historia, por, shtëpia ka qenë gjithë jetën. Ka qenë para se të bëjë dhe vitake, mësë mos ma shkatro. Po falja po ta them. Nese nuk ka. Shiko, stërgjyr, fal, o ti një sekundër, një minutë. Emrat dhe spitalet, pritër për një sekundë. Problemi është këtu, amfiteatrin e ka ndërtuar pikërisht të familjar. Murin e Kalas e ka ndërtuar pikërisht të familjar. Po prit me një sekundë. Ja ta mbaroj, visi ta mbaroj. Ka qenë një shpi statë dhe i para 3 vjetër, më do mos më mbyt fare. Po ta kam fjallën që kur thot ai atje, edhe zotnia këtu, që këto janë shpi dhe më përvate, edhe një lu të të një sekundë, ta që po të nëzira dhe shkatër fare. A ju s'është asë në letra, po. Nuk është zona arkeologjike. Ju nuk e keni fare. Se ja se qurë ta keni Ju veni firma të lasë të tjetër. me këtë logjik i bi që këtu unë do të pasi jo. Nuk jeni I ka radhë të shimë që po prishë dhe unë nësë po prishë dhe sporani. Kja prishë dhe sporani. A ti kjo është radhë jo. A që më bërë, unë nuk të të lutë, se po a më në se ishtë në për pak tjetër. Ati është pallati për pak. 50 metra në shpi. Ja, e shkolla nuk e urgojë. O grupi me radhë grupi. O Isu, të marrin me radhë. Me radhë.
Jo, një minutë, bukuria, se I ka shumë ma shumë. Drejtoj se të një. Ma jep shumë. Zonë shumë, e shumë të kesh, unë jam një pensionist 72 vjeç. Edhe gjithë kursimet e mia, unë në kemi shtëpia se duke me pension. Në kupton me për. Kanë ka duke në fundë dhe kranë, do që jam mas ka teatri, jam ke shkolla muzikës. Një për shkolla muzikës, është duke u boj një pallat tjetër. 5 metra larg. 5 metra, është në rrugën e ndarë. Aty ka qenë urishte, ishin prindet me fëmijë, I qonin e shkolla, edhe priqin. Ja u zunat e durishte, po bën një, nuk e di kush është. Kurse ke neve na e prishin, edhe du me bërë urishte. Tregoj. Edhe shikoj ku jemi. Si tjeti, nuk i... Muri. Murin, se kënë gjemë murin në bërë. Duhet jemi shumë realistash. Jo, ato nuk I morën me vete, ato janë ndërtime. Ato janë ndërtime të bëhen pa ide. Jo, s'janë ashtu, jo, absolutisht. Jo, nuk janë ashtu. Nga ana tjetër ka murin e 1500-ës. 1500-ës, është ka ana tjetër, por ju keni marrë fotokopi. Jam o zotëri, jam. Ato nuk I